Po, si që përmendët dhe ju në kronikën e anoncuar paraprakisht, dim tashmë që Shtetet Bashkuara të Amerikës inicuan një plan prej 28 pikash për pushimin e luftimeve në Ukrainë dhe natyrisht për vendosjen e një paqe të qëndrueshme aty. Në këtë plan për 28 pikash kishte mjaft pika të cilat cënonin pavarësinë, sovranitetin e Ukrainës dhe natyrisht kufizonin vendimet e saj sovrane në raport me proceset integruese, antarësuese, por edhe në raport me politikat e saj mbrojtëse në Ukrainë. Kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me sa duket e hodhën këtë plan paraprak që u pa me një interes nga ana e Moskës, madje ata në një farë mënyrë e përshëndetën këtë plan, duke parë se një pjesë e rëndësishme e objektivave të tyre ishin të parashikuara dhe ishin të përfshira në planin amerikan. Por vetë Ukraina, presidenti Zelenski dhe partnerët evropian e kuptuan që ai ishte një plan i cili nuk pasqyronte jo vetëm ose reflektonte jo vetëm interesat e Ukrainës, por binte ndesh edhe me kuadrin ligjor, me parimet ndërkombëtare dhe me vetë kartën e Kombeve të Bashkuara, e cila përcakton qartë problemin e sovranitetit, integritetit territorial të vendeve që njihen ndërkombëtarisht dhe janë pjesë e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, çdo veprim që cënonte vendimarrjet politike të vendeve të veçanta, të vendeve sovrane, gjithashtu bie ndesh me parimet ndërkombëtare. Kështu që vendet evropiane për të qenë si thuash edhe luajal në raport me planin amerikan për 28 pikash, paraqitën planin e tyre për 24 pikash, ku aty në një farë mënyre u vizë të gjitha këtyre pikave të cilat cënonin integritetin dhe fuqinë sovrane të popullit Ukrainës për vendin e tij, për territorin e tij dhe për të ardhmen e tij. Natyrisht të shprehura nëpërmjet institucioneve të zgjedhura demokratikisht në Ukrainë. Dhe në këto kushte u pa që si thuash pak kënaqësia evropiane me disa prej përqasjeve që ishin parashtruar në planin e Shtetit e Bashkuara të Amerikës, bën të mundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ingranonin dhe të angazhonin edhe vendet evropiane në këtë proces të përgatitjes së një plani që do të shkonte drejt një armpushimi dhe pastaj të një paqe të qëndrueshme dhe të garantuar. Kështu që filluan bisedimet e Gjenevës, ku u shkrin interesat e Shtetit Bashkuara të Amerikës të paraqitur në planin për 28 pikash me interesat e Ukrainës në veçantë dhe pastaj të vendeve evropiane, dhe realisht u finalizua në një plan prej 19 pikash, i cili po qarkullon, por nuk është bërë publik, pra po qarkullon në kancelarit e ndryshme të kufizuara perëndimore, por të atyre që janë të përfshira në këtë proces, në mënyrë që ky plan të jetë në përputhje të plot me parimet dhe normat ndërkombëtare, por nga ana tjetër të jetë në përputhje të plot edhe me interesat e popullit të Ukrainës, të një populli i cili është viktimizuar për një periudhë afërsisht 4 vjeçare për shkak të një agresioni ushtarak të pamotivuar të Federatës Ruse kundër një vendi sovran siç është Ukraina. Kështu që me sa kemi marrë vesh nga informacionet që kanë qarkulluar, atëherë janë hequr të gjitha ato element të cilët kanë prekur interesat sovrane të Ukrainës, integritetin e saj territorial, siç ishte për shembull çështja e shkëmbimit, jo shkëmbimit, por lënies së territoreve ukrainase në drejtimin dhe në menaxhimin, madje edhe në përfshirjen e tyre në Federatën Ruse, ashtu siç në një farë mënyre është përfshirë edhe Krimea e pushtuar dhe ajo në vitin 2014, gjithashtu është rrëzuar edhe ajo pikë
e cila kufizonte fuqinë mbrojtëse të Ukrainës në planin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku përcaktohej dhe numri se sa trupa ushtarake duhet kishte Ukraina, të cilat kufizoheshin deri në 600.000 veta. Nga ana tjetër, hiqet dorë dhe lihet e hapur çështja e antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian, por edhe në NATO, duke e lënë si një pikë në vullnetin dhe dëshirën e popullit dhe të institucioneve të Ukrainës, por natyrisht të mbështetura edhe nga vendet anëtare të këtyre organizatave, pra ku këto vende duhet të shprehin konsensusin e tyre për ta pranuar Ukrainën, ku siç dihet me Bashkimin Evropian ka një proces të nisur dhe Ukraina është vend kandidat për të antarësuar në Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër për sa i përket NATO-s ka një pozicion refrektar ku nuk ka konsensus të plotë që për momentin Ukraina të bëhet pjesë e NATO-s dhe nga ana tjetër për të zhvilluar zgjedhjet në Ukrainë. Në planin amerikan përcaktoi një periudhë 100 ditore për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve mbas realizimit të armëpushimit dhe planit të paqes, por ndërkohë që me sa kemi marrë vesh, kemi mësuar nga plani i përpiluar tashmë nga Ukraina me bashkëpunimin e faktorëve evropian, por dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk vihet një kufizim, por i lihet hapësirë e lirë popullit të Ukrainës për të vendosur për organet drejtuese dhe për zgjedhjet qeverisë.